Qendra Kulturore e Fëmijëve mbrëmjen e djeshme me rastin e 1 qershorit zhvilloi një koncert festiv në sheshin Parabashkisë. Artistët e vegjël interpretuan këngë për 1 qershorin dhe disa kolazhe me këngë të huaja. Gjithashtu pjesë e koncertit ishin dhe vallet popullore dhe kërcimet aerobike të performuara me hijeshi nga fëmijët e Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Koncerti u ndoq nga fëmijë, prindër, qytetarë të shumtë dhe përfaqësues të pushtetit vendor. Kryetarja e bashkisë Eriselda Sefa uroi fëmijët gëzuar 1 qershorin. Në kuadër të 1 qershorit, ditës ndërkombëtare të fëmijëve, Qendra Kulturore e Fëmijëve kishte organizuar një aktivitet për të uruar të gjithë fëmijët e bashkisë Lushnjë sa më shumë gëzime, dashuri dhe lumturi në jetën e tyre dhe sa më shumë suksese gëzuar.